Fermerët nga krejt Kosova, vend takim e patën Prishtinën. Të gjithë këta qenë përfitues të skemës së granteve për investime lot 1, i jetësuar nga qeveria e Kosovës në bashkëpunim me atë gjermane nëpërmjet Gizit. Krejt kjo bën në kuadër të projektit mbështetje për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve. Interesimi për këtë program ka qenë jashtëzakonisht i madh. Mbi 1200 fermerë dhe ndërmarrës rural aplikuan, ndërsa pas një procesi transparent dhe konkurrues janë përzgjedhur 643 përfitues. 556 në lotin e parë, 65 në lotin e dytë dhe 22 në lotin e tretë. Përfituesve ju drejtua edhe ambasadori i Gjermanisë, Rainer Rudolf, ku tha se shpërndarja e granteve është një e mirë e madhe që i ka ndodhur Kosovës. 556 mundësi të reja investimi që do të krijojnë vende pune, do të gjenerojnë të ardhura dhe do të kontribuojnë në ekonomi lokale më të gjalla në të gjithë Kosovën. Mirënjohës për këtë ndihmë u shprehen edhe bujqit. Jam përfituesi një grandi për bletari, për ndryshe jam bletar që rreth 20 vite merrem me bletari. Mendoj që është një ndihmë që na lehtëson pak për disa pajisje që kena aplikuar. Kena me pas bashkëpunëtor, bujqin që i prodhojnë, mujna me abli aty në edhe na më furnizu. Në mbledhjen e së premtës u tha se grantet individuale deri në 5.000 euro kryesisht do të mbështesin investime në agroturizëm, prodhimin e mjaltës, përpunimin e produkteve bujqësore, si dhe kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike.